që i marrin burrat e martu me festojnë prej 13 deri me 15, me 16 kthehen burrat te gratë. E ato kthehen punë. Ato po. Do të thonë, do sot të Shën Valentini, do të thonë 16, disa Mas Shën Valentinit vjen Shën Nureddine, kështu që na jena tu e festu Shën Nureddinen. Se di, që unë e kom lënë, s'po festoj sa. Po veçan pjesa ose mendimi i Ariolet që po thot edhe kom festu, po edhe nuk e ka festu, për shembull, domethënë nuk është fest realisht gjatë gjithë jetës, për shembull, se gjatë gjithë vitit ti nuk jep dashnin sa duhet partnerit tonë ose partneres, po flas për dy gjinit, edhe në një farë momenti po vjen 14 shkurtë, ja. Se unë as datën e Shën Valentini me thonë drejtë nuk e di, se s'është që kom festu na herë Shën Valentin. Kështu po e them edhe publikisht, s'është që kom festu, sepse mund është ti një farë dite që është një ditëlindje jotja, ose është një rast kur ke njoftuar atë person, domethënë është një vit që e ke bërë me atë person, ti mund është me festu, ose mund është me festu çdo ditë. Jo vetëm 14 shkurtë. Se 14 shkurtë është dita e dashurisë.